Unë mendoj që punëtori e ofron ose e largon njeriu. Tregon pak, po e dim tashmë më nizi zonave mirë, po me qenë banori këtij fshati, po besoj i kam pyet gjithë banorët, me thonë drejtën Altin, për vetë fakti pe krye historisë që e keni me atë Gjergjfishtën, unë po besoj që është po ashtu ndjenje veçantë që i takoni këtij vendi. Këtij vendi që në fakt unë kam pasur edhe kemi edhe këtu që janë vend nga vendet të ndryshme të botës, po e mësojnë historinë edhe veprimtarinë e atë Gjergjfishtës. Për juve si është në fakt, që në këtë vend janë ke nisë me e bo fshatin e Fishtës, vend që mbledh shumë njerëz nga bota. Me thënë drejtën, mrallë para është e pabesueshme, është emocionuese. Në fillimit tona, kur kem fillu me bë këtë gjë, do të thonë unë kam besu fort. Dhe kishim shumë njerëz që këtu nuk besashin. Që bëhet kjo gjë. Po, që bëhet. Tash sot të tanëve u duket kollaj që vinë njerëzit, mu duket prapë e pabesueshme. Tani jam kthyer në atë skeptikin, thamë ore si ka mundësi, do të thonë për ditë do të më kap vetin picka me kuptuar që çka po ndodh. Me të thënë drejtën është sak magjike domethënë situata dhe si ka nis, por kjo është thjesht për minimin tim një jetë i mirë, ka filluar duke dhuruar energji pozitive miqve që vinë, edhe duke mundu me komuniku pozitivisht me miqt edhe me bashkëtar, me fermerët, me këtë zonën, dhe kjo energjia e mirë për minimin tim të përcjell gjithkohë. Dhe du me ta thënë këtë, kur kam filluar këtu në fillimit e mia, kam pas shumë në shprehje negative se nuk bëhet, është shumë e vështirë. Mbrapa ishte kjo ideja se të thoshin që ishte të fol me filanin, thotë një gjë ku e shija është kështu. A din sigur ka qenë dikur, ja po ky ka qenë spione, ky ka qenë i keq, ky ka qenë hajdute, a din sigur na si i kena ka herë. Unë mendoj se kjo energji negative duhet zhduk. Dhe ti që si fillon e shpreh mirësi, banorët tuaj ta japin 5 fish. Dhe do të thënë unë e kam testuar vetë këtë gjë, dhe sot kam rrinë pikën që do të thënë sinqerisht ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe kena arrit në momente magjike. Për shembull, një gjë që unë vlerësoj shumë këtu është se për shembull në ditët e festave, kur kanë festa familjare, unë shoh njerëz që vinë këtë dugaja jonë me ble produktet tona venen tonë. Dhe është goli më i madh. Ne nuk na kanë ullë kjo gjë shpesh, do të thonë gjithmonë kena përdor produkte industriale dhe produkte të njëri tjetrit që kena përdor. Tash kjo ide e bashkëpunimit bashkë. Megjithëse ato nuk i kanë mundësi shpesh me ble, kur i shoh për shembull që bën këtë akt magjik për mua, para se sa me eksportuar 1 milion euro ven New York, ma dëshirë kam që ta blej një shishe ven ose i cop djath katonor jam. Se nëse e blen bashkëtar jam dhe kryqësia jam, është fitesa më e madhe. Dhe në fakt edhe turistikisht këto, kjo është challenge që kena dash gjithmonë me rujt. Për shembull na kena shqiptar të Kosovës, por kena mis nga këtë bota, okay? Por megjithëse kena mis nga këtë bota, ne duhem fort që kur bajnë datlinje raste familjare të mos humim kur fshatarët tonë. Dhe një nga mënyrat për me rujt fshatarët tonë është me rujt çmimin e mirë. Duke rujt çmimin e mirë na duhet me bë pak si shumë numra njerëzish, sepse kur ke çmimin e ulët, por kur nuk duhem u kthy në një vend ekskluziv, kur nuk munden dot me ardh njerëzit tuaj me konsumu një të baktë. Sepse aty mrapa ti kthesh në restorant turistik ku nuk punon nuk shërben më komunitetit, por je vetëm për njerëz që vinë nga jashtë. Dhe kjo nuk pëlqen. Për kvalitet edhe për cilësi, të paktën unë që e shijova mbas ata që kanë qenë më herët ose e kanë plan me ardhur këtu, unë ju garantoj që e keni 100%. Ju vetëm se jam këtu, ju vetëm se jam përballë teje. Çka më la përshtypje prej fillimit që kemi ardhur këtu, këta staf që janë përballë nesh aktualisht. A i trajnove apo vetë është mirësia atyre që çdo herë janë buzëqeshur? Për një unë mendoj që punëtori e ofron ose e largon njeriu. Këta fol deri që i ki këta, shumë mirë. Dhe ne kena një rregull shumë strikt këtu, që duhem edhe pranojmë në punë vetëm njerëz me energji të mira. Absolutisht. Dhe më thënë, unë mendoj që energjitë e mia vlen 10 herë më shumë se profesionalizmi. Dhe kryesurin tonë e kena një atë mrapa, ta di që shqiptarët jenë tonë të mirë dhe profesional. Se se ndikant që nuk është i ngoth ose nuk njihet në vendin e vet ku shkon, keni biznes ku është një sipërmarrje dhe mënyrë se si të presin, ose se si shërbejnë, do të thotë se nuk e kanë trajtuar si duhet këtë si punëtor. Sepse ta garantoj Altini se shqiptarët janë shumë të aftë se shumë punëtor. Unë thjesht tyne personave ju kam dhënë hapësinën që duhen dhe jam mundu me dhënë edhe fort respektit, njerëzore, dignitetin, duke i trajtuar në mënyrë barabartë me vetin dhe jam mundu të paktën sa kena mundësi. Mendoj që kjo gjë mrapa e ka dhënë frutet e veta dhe kam nxjerr pjesën e mirë në pa që fshihet më në zë shqiptarit.